Ti e gjbi. Kasap. Okej, që pyetja jeme? Hajde. Kjo pyetje është dashur me ura juve, po besoj e gjeni vetën. Nëse do të këndonit vetëm një këngë për gjithë jetën, cila do të ishte ajo? Wow. Tash që keni me mdimu mu me bendin cilën këngë, se është një këngë shumë e mirë, veç pak një melodi. Edhe me këndu ju bashkë krejt. Hajde. Kënga e Gurbetit, për nanën, nuk pe di bashkë sakt cila... Jo. Ish kush e këndon? Si nani e kënon. Po më pret të dera, nana ime... Kujtja nane që kërcasi. Shumë e mirë. A e keni? Visa, e kiti pak? Hajde, ju e keni donin ma të mirë. Mos ke dal me prite dera, nana ime plake. Mos ke dal me prite dera, nana ime plake. Që kjo është? A është A di se kam qenë me dy mendja të këndoj qëtë këngë, apo këtë tjetërën? Shtë që shumë mirë më. Shumë këngë e bukur. shumë këngë e bukur. Edhe tekstin e ka ekstremisht domethënës. E vërtet. Të regojnë kohën e... Për të gjitha gjeneratat, po. Burgjeve, kur i kanë burgos shqiptarët. Tjekat e shqiptarëve, në stop këto këngë që vjetra kret lidhen me atë Gjithmonë pjesë. Kjo është një këngë që kisha pas qef çdo vit me kujtu edhe me këndu gjenerata e gjenerata, sepse vërtet është një perl e traditës tonë. Të lumt këngën që zgjedhe. Faleminderit. Okej, në fund fare, sigurisht viti 2026, shpresojmë, nuk po kam qef ashtu se cili veçeve, sepse i dim dëshira që i kemi, po qof një vit i mbar, i suksesshëm për të gjithë, paqim shëndetin, kryesorja, u rriçrin fëmijët tonë në shëndet, me dashurit madhe, kështu që kjo është besoj i bashkangjiteni. Edhe Patjetër që i mundësisht një lutje për bashkangjiteni. gjithë popullin tonë të dashur, sa ma pak i nate, sa ma pak thymje ndaj njëri tjetrit, sa ma pak urrejtje, sa ma pak fjalë të rronda në për rrjetet sociale, amanit ju koft, duhet njëri tjetrin se jetën e kena vetëm kaq e kemi jetën. Asaq nuk është. Edhe nuk po di këto vite, 2-3 vitet e fundit, shumë urrejtje kena lexu, kena pa mes njëri tjetrit. Përçamje. Duheni njëri tjetrin. Vlla e motër jemi krejt, në fund ditës jena shumë pak, vetëm këto e kisha uru këtë vit, unë se çdo vit kena uru shumë a shumë, kështu që kjo në tjetër... Energji pozitive. Ta përmbylli me Valon Sumën, Valoni sigurisht e ka edhe violinisti i cili e shoqëroi edhe Nekin, është Endrit faleminderit që ke ardhur, është kënaqësi gjithmonë, kënaqësi, Valon, kam na pak atmosferë, po, e meritojmë. Faleminderit. S'kena për ty.
që shije, e të votiro e jama.